Problemet etnike në mos me qenë pengesa kryesore. Nuk mund ta mohoj faktorin politik dhe faktorin etnik për ngecjen e të zhvillimit. Ne nuk mund presim lëmosh prej komunave. Vendet individuale secila e sheh raportin e vet me BE në bazë të meritave individuale. Natyrisht që ka komuna me tipare malore, agroturizmi, turizmi malor, që në koncepte veçanta mund të avancohen, mund të zhvillohen, mund të bashkëpunojnë, por kretë qëllimi është që problemet etnike në mos me qenë pengesa kryesore. Po në raportin tonë problemi politik që kemi në Serbinë është pengesa kryesore që mos më zhvillu dhe kuptimin formal mos më avancu ma shumë çështja e mikroregionit GPK që njihet në gjitha mekanizmat dhe dhomat në Bruxelles, edhe nëse shkon në Strasbourg në Këshillit të Evropës. Unë mendoj që në këtë pikë që jemi, pushteti lokal mund ta kapitalizojë jashtëzakonisht shumë edhe instrumentin financiar, edhe ato politik që me avancu këtë lloj bashkëpunimi në një agjendë përbashkët. Gjitha këto tendenca dhe forma të bashkëpunimit janë derivat i një synimi që ku Kosova dhe Maqedonia e Veriut e kanë synim për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Po, qëllimi është që të lehtësohet komunikimi, që të lehtësohet funksionimi, që të lehtësohet tregtia, që të lehtësohet investimi, që të lehtësohet biznesi etj. Ne sado që dëshirojmë të paraqesim situatën të mirë, nuk mund ta mohojmë faktorin politik dhe faktorin etnik për ngecjen e të zhvillimit. Koridori 10 e lidh Greqinë përmes Maqedonisë me Serbinë. Apo komplet. Investimet kanë shku në koridor. E dyta, pjesa e Hekurulla ka qenë koridori 10, Greqi, Maqedoni, Serbi. Tash më e reja, Maqedonia e Veriut ka nënshkruajtur një memorandum bashkëpunimi me Britaninë e Madhe për një huamarrje prej 5 miliard funtave, të dikon 6 miliard euro praktësisht, ndërtimi i Hekurullës së shpejt në koridorin 10. Në koridorin 10, pra, me lidh Selanikun përmes Maqedonisë me Serbinë. Problemet në Tiranë kanë bëjmë natyrën se ne nuk kemi kapacitete administrative, intelektuale për të hartu projekte konkrete në kuadër të fondeve të IPA fondeve ose mekanizma tjerë mikrofinanciar në kuadër të këtyre mekanizmave financiar ku mund të aplikojnë. Por kjo që nuk funksionon me çështjen e pa pasjes kapaciteteve edhe teknike për të hartuar. Ne nuk mund presim lëmosh prej komunave para, por këto duhet shihen interes. Edhe komuna e Gjilanit edhe komuna e Vojanosit kanë me një partneritet. Përveç interesit nacional, ka edhe intereset tjera strategjike në cilët hiten fondet të caktuara. Nismat e tilla, nismat që kanë për qëllim këtë bashkëpunimin ndërkufitor, të cilat lidhen me paqen, me zhvillimin ekonomik, me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, me ndërtimin e konceptit integrimit evropian, gjithmonë po e sjellin në atë dualitetin apo në atë temën boshtë. A dojmë bashkëpunim rajonal dhe marrëdhënie të mira fqinësore si një paradhomë e para në kuptimin e çështjes së BE-s për tregun e përbashkët rajonal përpara se të ecim në tregun kemi një pjesë e tregut unik evropian, apo pastaj vendet individuale secila e sheh raportin e vet me BE në bazë të meritave individuale.